Vëllezër dhe motra, përshëndes këtë shënim madhështor të 10 vjetorit të rënies së dëshmorëve Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka Bardosh Gërvalla dhe të 8 vjetorit të rënies së Males e Dunoj Berishës. Ata rarë, por trashëgimia e lavdishme që na kanë lënë edhe sot është e gjallë dhe do t'jetë e gjallë edhe në të ardhmen, do t'jetë e paharuar në shekuj për gjithë brezat që vinë dhe veçanërisht për brezat e sotëm, dhe do t'na tregojnë se si duhet edhe të luftohet, edhe të qëndrohet dhe më në fund si duhet edhe të sakrifikohet secili prej nesh për çështjen e madhe të atdheut e lirisë. Kadri Zeka në njerën nga demonstratët e shumta që udhëhiqte dhe në fjalimet e zjarta që mbante atje, porosiste të gjithë bashkëdhëtarët, brenda e jashtë, që të lidhemi të gjithë së bashku, çdo shqiptar i ndershëm dhe patriot, rreth një qëllimi të vetëm të përbashkët, pa dallim feje, pa dallim krahine, pa dallim bindje politike dhe ideologjike. Mësimet e tyre, rreth atij bashkimit të gjithë forcave të kombit, përbën një tesar të çmueshëm edhe në ditët e sotme, kur është aktualizuar kaq shumë çështja e lidhjes, e bashkëpunimit, e koordinimit të gjithë forcave politike brenda gjirit të kombit tonë. Historia e popullit tonë do të shkruajë në ato faqe më të lavdishme të saj, me shkronja të arta për gjithë figurën e Jusuf Gërvallës, të Kadri Zekës, të Bardh Gërvallës, të Recep Males e Dunoj Berishës. Dëshmorët kanë rënë, atyre u përket lavdia, ne na përket puna, na përket organizimi, na përket lufta që do na pres në të ardhmen. Luftë deri në fitore. Lavdi të gjithë dëshmorëve.